A do ja jepje ti numrin e kartës së identitetit, adresën e shtëpisë dhe numrin e telefonit antarit të një partie politike? Pikërisht kjo po ndodh në këtë video. Prej 11 janarit, Partia Socialiste ngriti zyra në qytete të ndryshme në botë ku jetojnë shqiptarët. I uli ato përpara ekranit dhe i regjistroi në platformën online të KQZ-s. Kjo u denoncua nga diaspora për Shqipërinë e lirë si e paligjshme, jo vetëm sepse qytetarëve po i merren të dhënat personale, por sepse në proces u angazhuan zyrtar të lartë, si kryetar bashkie dhe ministra gjatë orarit punës. Komisioneri shtetëror për zgjedhjet Ilirian Celibashi dhe ai për mbrojtjen e dhënave personale Besnik Dervishi deklaruan publikisht se partitë politike duhet të mbledhin dhe të përpunojnë vetëm ato të dhëna që janë absolutisht të nevojshme për qëllimin e regjistrimit të zgjedhësve, dhe se këto të dhëna nuk duhet të përdoren për qëllime të tjera si propaganda politike. Po ju, a keni besim që partia në pushtet nuk do t'i kesh përdorur të dhënat personale të qytetarëve që po i regjistrojnë në platformën e KQZ-s për zgjedhjet? Na shkruani në koment.